takimi shkoi mirë, si gjithmonë përveçëm që i kemi majt, përjashtimisht mungesën e vrejta të organizatave të dalën nga lufta, me të rastën e sjanëtari i Këshillit adresova këtë çështje dhe mora përgjigje nga kryesuesi se shoqatat janë pjesë e vendimit të Këshillit dhe të njëjtën ku janë ftuar përmes email adresës, me që rast e posedojmë edhe email adresën, por mbet kryesuesi me bashkëkryesuesin e këtij Këshilli që ta keni përbashkët me shoqatat. Plani është kryesisht organizimi i epopesë ushtrisë shqiptare të Kosovës për 5-6-7 mars. Është një agjendë që tashme pjesa kryesore, veç dihet struktura kryesore, përveç aktiviteteve tjera që mbet në të ardhmen në takimin e Tajtës, me diskutu më detajisht. Po parakalimi i FSK-s, homazhet, pjesa kryesore ceremoniale, pastaj janë organizimet Skënderaj që marrin nota e zjarreve bashkë me evente tjera artistike që janë të çdoditshme, por që ka pastaj edhe aktivitete tjera, për shembull si aktivitete të shtesë hyjnë edhe për vitit kalum, në fakt ka hyrë edhe nxënësat në shkollë, domthonë ditën e parë t'ia kushtojnë epopesë së OÇK-s në nivel nacional, në gjitha shkollat e Republikës Kosovës, dhe të njëjtën kohë përmes asociacionit marrin edhe akademi, në këtë rast akademi zyrtare nga kuvendet komunale, kur nuk ka shkrytari është nënkryetari. Kur s'është nënkryetari është kryetari. Do të thonë s'ka pas ndonjë arsye specifike? Jo, ka pas agjendë të tjerë edhe se unë jam pas sepse unë po flas ka që mbi një dekadë që jam pjesë e këtij këshillit. Janë rru ministra, ministrie, kryeministra, unë jam ai që di dhe e di se si funksionon organizimi